Memorandumi i mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara për avansimin e sigurisë së furnizimit me gaz natyror u nënshkrua në Washington nga Ministrja e Energjetikës Sanja Bozhinovska dhe zëvendës sekretari i Shtetit të SBA-ve Christopher Landau. Memorandumi është pjesë e dialogut strategjik me SBA-n. Ende nuk janë bërë publike detaje konkrete për përmbajtjen apo projektet që parashihen. Dokumenti parasheh dhe hapa konkret për zhvillimin e infrastrukturës për mirësimin e transparencës së tregjeve të gazit, duke hapur mundësi për përdorimin e instrumenteve financiare publike dhe private, përfshirë mbështetje nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe agjencitë e kredive për eksport. Fokusi i bisedimeve është i qartë: siguria energjetike, bashkëpunimi ekonomik dhe projekte konkrete që sjellin stabilitet, investime dhe zhvillim. Nga Ministria e Energjetikës njoftuan se memorandumi konfirmon përkushtimin e përbashkët për diversifikimin e burimeve dhe rrugëve të furnizimit me gaz natyror, rritjen e qëndrueshme të sistemit energjetik, sigurimin e gazit të qëndrueshëm, të sigurt dhe të përballueshëm për shtetin, si dhe forcimin e lidhshmërisë rajonare dhe integrimin e tregjeve. Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski nga Washingtoni deklaroi se dialogu strategjik me SBA sjell rezultate konkrete për sigurinë. Odnosno, Министерството за вътрешни работи добива поддршка од околу $3,5 милиони од Соединетите американски држави, кои што ќе бидат насочени особено во делот на граничната полиција и борбата против тероризмот и транснационален организиран криминал. Така да сметаме дека со сите овие заеднички чекори кои што ги превземаме во минатото и со сето на кое што ќе следи во иднина, и како ќе ја зајакнеме безбедноста не само на македонските граѓани, туку и на сите оние кои што, да речеме, транзитираат низ Македонија и секако би можело да влијаат на било каков начин на безбедноста и на Соединетите американски држави. Detaje për përpjekjet dhe investimet që janë diskutuar në dialogun e dytë strategjik mes SBA-s dhe Maqedonisë nuk zbuloi as kryeministri Hristijan Mickovski. Ние имаме усогласена заедничка изјава кога станува збор за царинските тарифи. Истата е потврдена. Потврдени се некои други инвестиции кои што доправа ќе следат. Ai vetëm paralajmëroi hapjen e një miniere të antimonit në rajonin e Krivapallakës si investim amerikan në kuadër të partneritetit strategjik. Plani është që antimoni nga Laka të eksportohet në Oklahoma dhe të hapet një minier pranë Krivapallakës.